Ministria e Financave ka hartuar projekt ligjin për sigurimin e një niveli minimal global të tatimit për grupet e shoqërive shumë kombshme dhe grupet e mëdha vendasje, i cili përafron legjislacionin shqiptar me direktivën e Bashkimit Evropian të vitit 2022 dhe me standardet e OECD-s G20. Në qendër të projekt ligjit është vendosja e një norme minimale efektive tatimi prej 15% për grupet shumë kombshme dhe grupet e mëdha vendase që kanë të ardhurat të konsoliduara vjetore prej të paktën 750 milion eurosh. Qëllimi është që fitimet e grupeve të mos zhvendosen artificialisht drejt vendeve me taksa të ulta ose pa tatim, por të tatohen në mënyrë më të drejtë në jurisdiksionet ku realizohet aktiviteti ekonomik. Projekt ligji parashikon 3 mekanizma kryesore: rregullin e përfshirjes të ardhurave, rregullin për fitimet e nëntatuara dhe tatimin shtesë minimal të brendshëm të kualifikuar. Ky i fundit i jep Shqipërisë të drejtën që të mbledh vetë tatimin shtesë mbi fitimet e realizuara nga entitetet që operojnë në territorin shqiptar, përpara se kjo e drejtë t'u kalojë shteteve të tjera. Sipas relacionit, nisma synon të mbrojë bazën tatimore shqiptare, të forcojë transparencën fiskale dhe të krijojë kushte më të barabarta konkurrence mes grupeve të mëdha ndërkombëtare dhe bizneseve të tjera që operojnë në vend. Subjektet që do të përfshihen në këtë regjim do të kenë detyrime më të detajuara raportimi dhe deklarimi, ndërsa administrata tatimore do të ketë rol kryesor në zbatimin e ligjit dhe në shkëmbimin e informacionit me administratat e tjera tatimore. Nga pikpamja buxhetore, projekt ligji pritet të ketë ndikim pozitiv në të ardhurat tatimore, pasi krijon mundësi Shqipërisë të mbledh tatim shtesë kur fitimet e grupeve të mëdha tatohen në nivelin minimal prej 15%.